Pogradeci me të gjitha ngjyrat që vesh gjatë 4 sinëve të vitit është ulur këmbkryq në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Vasia në Durrës, me rreth 60 tablo të punuara nga vitet 2020 dhe në vazhdim. Piktori nga Pogradeci Kudret Durollari ka çelur pas ditën e së mërkurës në qytetin bregdetar ekspozitën e tij personale Gjurmë Drite. Me penelata mjaft të kujdesshme, miksimin perfekt të gjitha ngjyrave të peizazhit, si dhe me dritën diellore që karakterizon shumë nga tablot e tij, Durollari sjell copëza nga Pogradeci i tij, liçeni, rrugët e qytetit të vogël, zonat rurale të tjerë. Me frymën impresioniste dhe realiste që karakterizon pjesën më të madhe të peizazheve dhe natyrave të qeta, Durollari sjell tablo që jo vetëm shpalosin shpirtin e tij artistik, por dhe e ftojnë artdarsin të ndalet dhe të shikojë me mjaft kujdes. Një artist duhet të eksplorojë dhe të eksperimentojë gjithmonë, duke qenë gjithmonë në kërkim. Po unë kam qenë gjithmonë në këtë, si thua, stat të impresionizmit edhe të realizmit. Për mikun dhe kolegun e tij Çau Zhvathi, arti i Durollarit mbart vlera të veçanta, ndërsa botuesi dhe koleksionisti i artit Fatmir Toçi, në ceremoninë e hapjes së ekspozitës, tha se peizazhet e Durollarit janë breslënse dhe në këtë drejtim ai ngjan shumë me pikturat e Vangjush Mios. Kudreti është shumë natyral, është shumë i këndshëm, ka ngjyrë, vizaton bukur, ka tematikë, është i larmishëm edhe në krijimtarinë e vet. Kështu që Kudreti është nga piktorët e njohur të Pogradecit. Pogradeci është qyteti me piktorët më të mirë peizazhit. Një nga piktorët më aktiv, me një karrierë jashtëzakonisht të gjatë dhe me një numër të jashtëzakonshëm punimet, i cili ka eksploruar cep në cep vendin tonë, po edhe vende tjera jashtë ku kemi shkuar, dhe ajo që e tregon më së miri këtë është pikërisht kjo ekspozitë. Përveç Pogradecit, qytetit ku është rritur dhe ka zhvilluar veprimtarinë artistike, Durollari ka hapur ekspozita personale dhe në Galerinë Kombëtare në Tiranë, por dhe në Francë, SBA, Malë të Zi e të tjerë.